Shëndeti nuk është vetëm mungesë sëmundjeje. Është diçka që na mban në lëvizje çdo ditë. Diçka që shpesh e kuptojmë vetëm kur mungon. Dhe gjithçka fillon me një frymë. Frymëmarrja nuk na mban vetëm fizikisht gjallë. Ajo ndikon në mënyrën si mendojmë, si ndjehemi, si përmballemi me jetën. Kështu në praktikën ditore ne diagnostifikojmë edhe trajtojmë të gjitha smundjet e mushkrive, mirë po më të shpeshta janë ato smundjet të cilat prekin rrugët e frymëmarrjes, siç janë astma dhe bronhiti kronik, por po ashtu ne diagnostikojmë dhe trajtojmë edhe infeksionet, shumë shpesh infeksionet e mushkrive, qofshin ato më të thjeshta prej viruseve, bakterjeve, por në Kosovë kemi ende shumë raste edhe me infekcion me tuberkulozë, apo populli shënjella si TBC, apo më herët të smundja e veremit. Për fat keq, kemi shumë raste edhe vitet e fundit në Kosovë është rritur shumë numri i rasteve me smundje maligne të mushkrive. Mendoj që është astma, edhe pse ne diagnostikojmë shumë raste, çdo ditë diagnostikojmë raste me astmë, mirë po ende ekziston ajo stigma të pacientët të cilët diagnostikohen me astmë, edhe ata hezitojnë më paraqit te mjeku nga frika që mos po diagnostikohen me astmë, edhe pse kjo normalisht nuk duhet të jetë ashtu, se astma është smundje shumë lehtë, shumë mirë e kontrollueshme, mjafton të mirë terapia me rregull, edhe terapia është e thjeshtë me inhalator ose qyshënje popullit kështu si pompa. Edhe nuk ka vend për shqetësim edhe për prindërit se është zakonisht astma është smundje që diagnostikohet në fëmijëri, po edhe te të rriturit ne kemi shembuj shumë raste kur janë tash edhe figura publike dhe shumë suksesshme, ka këngëtarë të njohur, për shembull kemi rastin Billie Eilish, Pink, ose DiCaprio kur ka qenë fëmijë, ka qenë me astmë. Këta të gjithë kanë folur edhe publikisht për këtë smundje, ose rasti më i mirë është edhe lojtari David Beckham, lojtar shumë i trofeshëm, i cili prej fëminisë edhe gjatë kohës të artina ka qenë domethënë me astmë. Frymëmarrja është shumë e lidhur me shëndetin mendor edhe emocional të individit. Një pacient që ka problem me vështirësinë frymëmarrje, sidomos te smundjet akute ku kjo vështirësia frymëmarrje ndodh shumë shpejt, te ata pacientë automatikisht ka më shfaq në gjendje frike, stresi, ankthi. Kjo vjen si pasojë sepse frymëmarrja është shumë e lidhur me atë ndjenjën apo instinktin e mbijetesës. Po edhe pacientët të cilët jetojnë vazhdimisht me smundje të frymëmarrjes që kanë çdo ditë, domethënë smundje kronike të frymëmarrjes, edhe ata me kalimin e kohës për shkak të vështirësisë në frymëmarrje, ata kanë më ndjetë të pasigurt, më të tërhekur, kanë me i shmang aktivitetet të ndryshme fizike, sociale, domethënë daljen në përgjithësi, edhe kjo shumë ndikon në gjendjen emocionale të tyre. Domethënë edhe në rastet rastin më të keq, ata pacienta për shkak të këtyre ndryshimeve mund me kalu edhe në depresion. Domethënë smundjet e mushkrive nuk janë domethënë probleme vetëm me mushkrive, por të trupit, të jetës në përgjithësi, edhe është gjendje që shkakton domethënë limitim edhe fizik, por edhe ndikon shumë në mirëqenien emocionale në përgjithësi të pacientit. Zgjedhjet e përditshme ushqimore, lëvizja dhe kontakti me natyrën ndihmojnë frymëmarrjen të jetë më e qetë, duke qetësuar mendjen dhe emocionet. Kur fryma është e qetë, edhe mendja gjen qetësi. Shëndeti i mushkrive varet shumë nga stili i jetës që bëjmë ne çdo ditë. Po këto në vlen me u ndal pak te një veti jo e mirë, siç është konsumimi i duhanit, po jo vetëm duhanit, po edhe substanca tjera dëmshme inhalatore, që cilat mirën në formë të mosur apo si formë avëve, siç janë këto vapes, cigaret elektrike, shisha, marijuana. Të gjitha janë të dëmshme, mirë po për mushkrim, mirë po më studiuar është efekti dëmshëm i duhanit. Por përveç këtyre edhe
pacientët cilët janë tashmë diagnostifikuar me sëmundje të mushkrive, po edhe individët e shëndosh duhet të shmangën daljet e panevojshme, sidomos në sinë e dimrit kur ajri është më i ndotër, e sidomos ato ditë me mjekull. Po edhe aktiviteti fizik ndikon shumë për mirësimin e shëndetit të mushkrisë, rrit kapacitetin e mushkrisë, forcon muskujt respirator, por edhe kuptohet edhe ushqimi dhe hidratimi i duhur ndikojnë në shëndetin e mushkrisë, por edhe në trupin përgjithësi. Shumica e sëmundjeve të mushkrisë zhvillohen gradualisht. Andaj nëse e zbulojmë sëmundjen në fazën fillestare, trajtimi është më i lehtë. Por përpatëkisht shumë raste na vijnë fazat më të avancuara të sëmundjes kur trajtimi është shumë më i zëshëm. Sepse çdo frymëmarrje e lirë është një hap drejt një mendjeje më të qetë dhe një gjendje emocionale më të qëndrueshme. Po stresi dhe ankthi ndikojnë direkt në frymëmarrje për shkak se ashtu ankthi ndikon drejt për drejt në qendrën e frymëmarrjes në tru, por po ashtu në këto gjendje stresi dhe ankthi organizmi më thjesht mendon që po rrezikohet edhe për këtë arsye rrit frekuencën e frymëmarrjes edhe thellësinë e frymëmarrjes që të furnizohet më shumë me oksigjen. Domethënë kena shumë raste kur pacientët paraqiten në qendra emergjente duke menduar që kanë problem me frymëmarrje, mirë po ata mushkritë e tyre janë të shëndosha, por problemi është ankthi, stresi. Unë rekomandoj që mos i neglizhojnë simptomat fillestare, të konsultohen sa më herët me mjekun, një konsultë e hershme mund me parandalu një përkeqësim të mëdhenshëm. Sidomos tash mos jemi te mushkritë, mos neglizhojmë një kollit të zgjatur disa javë apo në vërtetësinë frymëmarrje në aktivitete të rëndomta ditore. Domethënë ta kemi shëndetin prioritet çdo ditë e jo vetëm në ditët kur sëmuremi. Kujdesu për trupin, dëgjo mendjen, ruaj qetësinë brenda vetes.